Jemi në një nga periodat më të ngarkuara e më të vështira për të rinj, për maturantët, të cilët do të përballen me provimet e maturës në datën 3 qershor, por pyetja që ne shtrojmë, apo i stresojmë më shumë se ç'duhet nxënësit tanë, duke filluar që tek nëntëvjeçarja e provimi Vanafit që u përfundua të njëjtën, ato që përmendi dhe Glenti për fëmijën e vet, nga Vanafi, provimet e maturës, stresi, shef të rinj të emocionuar, sigurisht edhe nga pritshmëritë, nga presioni i familjes, shoqërisë, i mësuesve, por deri ku ka një limit ky stres dhe ky menaxhimi i këtyre emocioneve që ndonjëherë të bllokojnë dhe nuk t'japin maksimumin në atë tezën e provimit. Është ndoshta nga temat që unë dua më shumë, për arsye se 40 vite në procesin e edukimit kam kuptuar që se sa shumë ngarkesë kanë psikologjike fëmijët, po dhe prindrit, po dhe gjithë shoqëria, dhe se si bie pasaj ajo si një tullumbas i shfryrë dhe në fund të ditës nuk kuptohet rëndësia e provimit dhe vlera reale që ai ka. Në fakt, po t'i referoheshim historisë, Napoleoni do thoshte më mirë 7 betejë se sa një provim. Vetë në thelbin e tij fjala provim ka ngarkesë, ka emocion për arsye se ti do të jesh mirë me vete, do të jesh mirë me rezultatin, do të jesh mirë dhe me prindrit. Pra pritshmëria që të janë disa pritshmëri në disa nivele. Mirë po, ne kemi haruar një gjë shumë të rëndësishme. Si provimi Vanafit, që nuk është fare për fëmijët, po të shikohet... Këtë nuk e pranonin mësuesit kur ja do ta them unë me përgjegjësimë profesionale dhe si njeriu që ka bërë politikat në arsim dhe që e di, por fëmijët janë një mekanizëm që tregojnë deri ku tezat apo lëndët janë asimiluar, çfarë duhet rregulluar, pra është një provim që reflekton për të rregulluar kurrikulën. Dhe nga ana tjetër, është një motivim shumë i mirë që ata që janë fëmijë ekselent për të punuar në ekselencën e tyre, se ne kemi nevojë edhe për ekselencë, kemi nevojë dhe për fëmijët mesatar, kemi nevojë dhe për ata që ndoshta për arsye nga më të ndryshme nuk janë gjetur shumë mirë, por në psikologji nuk ka fëmijë të paaft dhe nuk ka fëmijë të pazot, ka mësues që o i aftësojnë ose i bëjnë të paaft ose i mbysin në emocion dhe ata nuk e kuptojnë. Dhe na tregon që jeta më pas në gjithë historitë e njerëzimit, ai i 7-ës dhe i 8-ës ka arritur të bëj gjëra të tilla dhe ai 10-ës ka qenë shpiksi që ka ndihmuar këtë të 8-ës. Pra në provime është nota ajo që do përcaktoj të ardhmen e këtyre fëmijëve. Tani këtu dua të ndalem. Unë do propozoja që Ministria e Arsimit ta bënte provimin e maturës, dhe këtë kam shumë seriozisht dhe kam shumë të studiuar, jo me notë, po me përqindje. Ç'do të thotë kjo? Do ta shpjegoj vetëm shumë pak dhe pastaj të kaloj ke stresi. Fëmijët deri në klasën e kur mbarojnë para se ty në provimin e maturës, janë vlerësuar me notë në çdo vit, që do të thotë, ai e ka marrë klasën. Në parimet që ai e ka marrë klasën, ai nuk mund të ngelet dot në maturë. Se i ka marrë të 3 klasët. Pra, ai i ka mbyllur në fundore. Atëherë, problemi është, çfarë duam të dim ne, çfarë di më mirë ky fëmijë? Është më i zoti në matematikë? Është më i zoti shkencetar, mjek dhe avokat? Bravo, është më i zoti në shkencat eksakte, apo është më i zoti në prioritetin që ai do të zgjedhë, sepse ky është qëllimi dhe po ta shikoni, testet ndërkombëtare janë të tilla që nuk kanë nota ndërkombëtare. Kur ti thua sa dëgjuan angleze, dëgjuan franceze, dëgjuan italiane, ai nuk të ngel, pa i thotë në të lexuar di kaq, në të shkruar di kaq, në këtë përqindje di kaq. Dhe mbi bazën e përqindjes, më në fund do hiki kjo historia edhe notës dhe kopjes dhe stresit, dhe do kuptohet që unë kaq mora tani kur të shkoj në jetë, çfarë do përzgjedh? Do shkoj një arsim dual, sepse sado që të bëj, këto tullat e mia kanë shumë boshllëqe dhe nuk arri dot, apo do shkoj në një që unë përqindja e rezultatit të asaj dijes është shumë e madhe dhe ja u garantoj që nëse do arrim të ndërtojmë këtë, dhe ky është propozimi që i shkon Ministrisë së Arsimit, do të çlirohet i gjithë niveli dhe ne do standardizohemi siç bëhet në të gjithë botën. Bota provimin përfundimtar e ka provim për të patur çfarë di. Në një bashkëbisedim që bënte një prind me fëmijën, i tha, mamaja djalit more, i tha, po, janë provimet, i tha, e kuptoni, i tha, çfarë po bën? Muj mami, i tha, pse ke ti shqetësim? Këtu tani do dalë shqetësimin. Që do ta bënte rolin mami në këtë rast. Unë, i tha, di çfarë kam mësuar për 3 vite.
Dhe unë jam i sigurt në atë që di. Dhe sa do që të lëviz, do lëviz plus minus ke nota vjetore që kam nxjerrë, o më shumë, o më pak. A mund të qetësohesh ti, tha, sepse unë e kam shumë të qartë ku do shkoj. Duket sikur mamaja do bënte provimin. Në fakt, stresi i prindërve është shumë herë më i madh. Dhe këtë gjë ja mjaftojnë dhe tek fëmijët sepse kanë pritshmëri, duan notën të dalësh mirë, prindërit janë egoistë. Presioni pastaj sepse ato që se kanë realizuar në ato që nuk kanë realizuar në rinin e tyre. Pra, prindi, të dashur prindër, hiqni dorë nga fëmia objekt. Fëmia nuk është objekti juaj, po është objekt dhe subjekt. Dhe si objekt dhe subjekt, ju nuk duhet kënaqeni se është një vazo e bukur që ti e mbushe plot dhe e vure në tavolinë. Ju duhet jeni të lumtur në qoftë se fëmia juaj arrin të japi maksimumin e asaj që di pa gënjur veten, por duke ju bërë ju krenar sepse është fëmia juaj. Ky është problemi më i madh i stresit të parë. Ose prit të thonë edhe këtë tjetrën se do kaloj te soni tani si e kujton atë periudhë dhe me mbrëmjen e maturës. Se prit të thonë i ngjan teatrit kur se ka qenë gdhë ose i ngjan mamasi, nuk i ka pas shumë qejf mësimet. Nga eksperienca jote e kujton me stres atë periudhën e provimeve? Shiko, apo mban më shumë mbrëmjen e maturës? Nuk ka pas këtë lloj stresi që kemi tash, domethënë biles të them të drejtën, ne nuk e njihim as çfarë do thonte stres. Unë stres, për herën e parë mund ta kem dëgjuar mosha 18 vjeç. Ose nuk e dija që ishte stresi. Dhe kur dëgjoj të jam i stresuar, thoshin çfarë halli kanë, janë smur. Nuk e dim çfarë ishte stresi. Domethënë unë mbaj mend për shembull, okay, kjo ideja e notave ka qenë gjithsesi, që të ishin nxënës i 10-s, po këtu atje, domethënë ne kemi qenë brezi fletave të nderit, të flet trofeve. Domethënë se më kap një brez pak, domethënë kam bërë gjimnazin 92-shin dhe domethënë kjo pjesa e stres, unë kam qenë muslim keta kombinat. Dhe kemi pas më pak strese se sa brezi sotëm. Foto ilustruese apo? Po, domethënë këtu kemi qenë periudha, kam përshtypjen, po, ky është viti i tretë. Ky është viti i tretë. Nuk e di nëse kisha një apo më duket sikur për shembull në të njëjtën moshë, të marrësh një gjimnazist, dukesh si më të rritur në moshë brezi. Ta tani po, patjetër. Në pamje, ja për shembull në rastin që po shohim, duket një gjimnazist në vit të tretë, më duket si më i rritur. Ndoshta ka të bëjë veshja. Është viti 4 të gjimnazit, kanë qenë sepse gjimnazistët kanë qenë 4 vite. Po që prapë mosha aq ka qenë. Po, dhe pak ashtu këto janë gjimnazistët, kanë qenë më Po modeli veshjes flokët e meravë, ndoshta. Nuk duken më të rritur, po kanë qenë tjetër pamje sot, tjetër pamje dje. Pak si më të pjekur, domethënë për neve të lojë PlayStation, atë lojë moshe ishte për kalamaj. Po, domethënë sikur ishin më social, kanë përshtypjen tani këto grupet e vogla, se edhe nga mësuesit e kam dëgjuar që nuk arrin dot të jenë 3 veta në një grup ta mbajnë dhe të qëndrojnë, le të themi, pa xhelozi dhe pa u zënë, më shumë dyshe në moshën e vogël. Glenti si e kujton gjimnazin, provimin, streset? Unë kam mbaruar klasin vogël ke gjytë huaja dhe ka qenë okej, kam ardhur si një nxënës e 10-s nga Gramshi, nga fshati im nga Lania, dhe aty pata goditjen e parë në vit parë shkollë të mesme, kur zysh, liri, drima, më ka vendosur 6 letërsi, dhe kam qarë. Por kjo ishte për notën, jo për zyshën. Zyshën e vlerësoja maksimalisht, se faktikisht ajo na bëri atë që base unë nuk e bëja në shkollë atje. Dhe pas taj kuptohet, më griti ditën tjetër dhe më vuri 9 për të njëjtën gjë, thjesht sepse unë qava dhe kuptoj që realisht unë s'mund përgjigjem për diçka që se kam bërë. Por, patjetër që ishte nota dhe kërkonim notën, po nuk kishim këtë lloj smire, këtë lloj energjie negative, këtë lloj grupimesh e tjerë. Mbaj mend i ndjeri Dorian Ameti, që ishte klasë me ne, pra ne linim orët e mësimit dhe shkonim luanim letra. Mbrapa gjuhët huaj, kur janë për pallatet, ka qenë komplet bosh. Te liçeni. Na kujton mot kohën e bukur tonë, timen. Shkonim luanim letra, edhe kuptohet bëni muhabet me ato flokët e gjata, sa më të kishin atëherë. Bëhet fjalë për të 2-shën ose 4-ën, pra të mesmen. Një brez, po thuajse. Edhe Dori atëherë, se kishte babin e kishte pas ministrës, vëndësministrë, diçka e tillë, dhe kishte nga këto cigaret, Marlboro, e tjerë, që ne si kishim. Dhe më thoshte, Glend, shko ma ndis pak. Realisht, kur lunte, se e bëni me radhë, ose 5 kaç, e tjerë,
dhe unë kisha vendosur të mos e pija. Dhe një nga arsyet që ai ma jepte mua, tjerë t'i kërkonin, Marilbori thoshte jo. Ndërsa unë praktikisht nuk doja ta pija, do të thjesht që ta mësoja të isha pjesë e grupit tyre. Kisha vendosur për jo dhe jo. Por nuk kishte imponim, kishte kënaqësi, kishte nuk të bullizonin se ti je më pak i rritur se ai. Nuk ishte thjesht një dëshirë mirë. Dhe provimi pastaj, mbaj mend një foto që unë e kam bërë për foto pasaporte, është pothuajse i njëjti golf që kishim dhe për mbrëmjen një gjysmë golfi që kishim dhe për mbrëmjen e maturës. Nuk kishte këto saltanetet dhe mua kjo nuk më pëlqen më shumë nga çdo gjë tjetër. Saltanetet që maturantët dhe prindrit e maturantëve. Edhe stres më vetë zgjedhja e fustaneve të çmimeve të prindrit e shokëve, domethënë. Shoqëruse. Vendi ku do bëhet. Po, bota sot është kthyer në tendencë glamuri. Edhe dia duket si pasaportë jote. A ke dëgjuar njerëzit kur thonë ky është me titull profesor, ky është me titull doktor. Unë titujt i kam marrë për veten time. Nuk e kam marrë për të shitur dhe për të thënë që unë jam më mençura këtu në tavolinë. Kam investuar në një fushë, mundohem të marr ca gjëra që mendoj që duhet i marr dhe në atë vend që më duhet për pozicionin e punës, unë kam titullin tim, po s'kam nevojë që kur të vi unë këtu të ngrihen të tërë tonë, profesoresha se ç'tha. Se unë nuk po shpik gjë, kam lexuar dhe përshtas në situatën ku jam. Pse ka ndryshuar dhe pse është bërë stresi më i fortë tani? Dhe ndoshta e shoqërojmë edhe me 3 këshilla për prindit dhe nga Glenti, që të dy bashkë me Sonin që ta përmbyllim, se jemi në minutat e fundit. Këtu dikur provimet bëheshin me shkrim dhe me gojë, dhe çka kishte të mirë? Kishte të mirë sepse mësuesit i njihnin nxënësit. Dhe mësuesit ju jepnin shansin që ata jo vetëm të provonin veten, po jepnin shansin që t'i ndihmonin për të realizuar pritshmëritë e tyre, sepse provimi është emocion i madh. Ndërkohë që sot që në çerdhe, në kopësht, fillon lufta kush është më i miri, më i preferuari dhe nuk krijojmë socializim në shkollë, po krijojmë individualizëm në shkollë. Kjo është gjëja e parë. Inferior pjesën tjetër që ndoshta nuk është. I keni parë videot e fundit që tregon se si edukohen fëmijët në Japoni, në Kinë, në vendet e zhvilluara. As nota, as detyra, as nota, as detyra, edukime shumë ndryshe. Dhe përveç kësaj i ka mësuar të aftësohen për të përballuar jetën të gjithë dhe ata nuk kanë as pastrus në shkollë, i pastrojnë nxënësit, nuk kanë kur shkojnë ke menza i bëjnë të gjitha bashkë. Pse? Jo për t'i vënë fëmijët e vegjël se duhet t'i ruajmë ne papa nga pluri dhe pastaj i lëm dhe luajmë me PlayStation gjithkohën. Tani, për të kuptuar pse provimet janë të rëndësishme dhe 3 këshilla për prind, për studentët, njëherë pastaj për prindrit. Të dashur maturant, duhet të kuptoni një gjë, e keni realizuar gjithë dijen. Tani është momenti për mbledhjes. Për këtë arsye gjithkohën që keni pushim dhe që keni për studim, merreni dhe alternojeni bukur. Alternojeni duke marrë ato që quhen pjesë të vogla që janë tullsat kryesore për t'i mbajtur mend. Mos mendoni që do kapni të gjithë lëndët në 3 vite se është e pamundur. E dyta, hani shëndetshëm dhe mundohuni të hiqni dorë nga pijet e gazuara apo pijet energjike. Kafeina gjithashtu. E treta, duhet të bëni një gjumë të mirë në darkë. Dhe prandaj këshilloj prindërit që të kenë kujdes për maturantët, t'u japin gjithë ngrohtësinë, dashurinë dhe mos t'i fusin në atak paniku. E katërta, mbasditen kaloheni në një vend të bukur, mund të jetë ose fundi para se të flini, një kinema, një film, sidomos një shëtitje, sepse ju në aspektin psikologjik ju largon nga ngarkesa që keni dhe ju çon për ta qetësuar trurin dhe truri për të pastruar ato që për cilat ju keni nevojë në provim. Dhe fundit, kur të hyni në provim që të lexoni tezën, mos prisni çfarë do t'ju thotë shoku mbrapa. Lexojeni nga fillimi deri në fund. Vetëm lexojeni herën e parë, herën e dytë merrni frymë dhe filloni të zgjidhni ato që i keni të sigurta. Dhe pastaj filloni gradualisht nga më e thjeshta te më e vështira. Kjo do t'i krijojë mundësinë që ju të merrni rezultate maksimale. Një gjë ju garantoj, tani ju garantoj jo si Nora Zysha, po si njeriu që e njeh gjithë procesin, se kam qenë kryetare maturës për 8 vite, që teza është mesatare. Pra, jep shansin edhe atij që është maksimalist dhe që atij që është minimalist të marrë rezultatin e dëshiruar. Prandaj mos keni frikë dhe teza e parë që fillon me anglishten, jam e bindur që të gjithë nivelin e kapni pa diskutim, si ai që do të marri më pak dhe ai që do të marri më shumë.
Unë ju uroj shumë suksese në këto provime, se janë shumë të bukura. Të duhurën për të dhënë këshillën maturantëve dhe prindve që në ndoqën, se në përfunduan dhe minuta, tani unë do t'ju ftoj të gjithve të shkojmë të shtrojmë tryezën, se u lodhëm duke diskutuar. Se bërë edhe ti si maturantët që duhet edhe të hamë shëndetshëm. Hamë shëndetshëm, patjetër me yndyrna të shëndetshme. Nëse kemi mundësi një pamje të tavolinës që përgatiti Albana, nëse jo, unë do t'ju përshëndes, do t'ju uroj shumë suksese maturantëve në provime, pa stres dhe gjithashtu shumë ngrohtësi dhe dashuri nga prindrit. Hajde t'i provojmë pak ato. Miropafshim. Faleminderit për këshillat.